nuk ka rënë. Nëse ti e ligjeron, nuk ule trafikimin. Rritet trafikimin, sepse ke një fushëndritshme tashmë që ofron ligjërisht prostitucionin. Dhe femrat që janë të pambrojtura, zakonisht do tek femrat. Çfarë zgjidhje ka? Nuk ka, zgjidhja është morali. Zgjidhja është morali. Që mendojnë që duhet nisur për shoqërinë shqiptare, për kulturën shqiptare, është zgjidhja nordike. Për në fillim le të dënojmë blerësin. Po ky është kodiri penal ky. Po, i qaset pjesës nordike. Është kriminalizuar dhe blerësi dhe përfituesi prostitucionit. Edhe shfuqizojmë dënimin për shitsin, pra për atë që prostituon. Sepse do të thënë ideja është kështu që njëri do të bëj seks dhe ti do ta futesh në burg. Po çfarë sjell? Është njësoj si ata që duan të fusin në burg ta që lën makina dyshe. Le makinën dyshe burg. Jo, se kam problem fare. Unë po flas me logjikën e burgut. Logjika e burgut është unë kam cëlek, atëre më lini ta them me humor këtë. A më ndalon ligji mua, ti jap një gocë lek. Më ndalon ligji? Jo. Jo. Jepi. Po sikur t'ja jap, po një sekondë valla, po sikur t'ja jap para. Për shembull, kam qef të shikoj ty, ti jap 100.000 lek. Për qef. S'të kap ligji. E kupton, s'të kap ligji. Tani këto me li e para një herë, unë jam dakord me atë që thot Ylli, që me burg të dëntosh një njeri i cili është pre e një impulsi natyror njerëzor. Impulse duhet kontrollohen. Po, duhet. Jetoni në shoqëri demokratike. Qoftë i qirojmë gjitha impulset. Kështu diskutuan dhe ata mi me Evo, duhet ta zoti edhe su bë. Erion. Ne i kontrollojmë pra. Njeriu ka krijuar konvencione se ka tru. Njeriu është shtyr nga instikti. Ti mendon se të gjithë njerëzit kanë tru? Jo, absolutisht. Atëherë ky është problemi këtu. Ka tru, ka ligj pra. Kjo është çështja. Dhe ne sot nuk po flasim për legalizimin e prostitucionit, po flasim për a ekziston ky fenomen dhe çfarë. Ore është e legalizuar, e kuptoni tani si t'ua them unë. Është e legalizuar. Është e legalizuar, është e legalizuar. E dalin banorët e pallatit thonë këtu hynë e dalin, ato vazhdojnë hynë e dalin. Banorët lejnë kot, e kupton? Tani çka ka këtu është e legalizuar o vlla. Nuk quhet legalizim se çdo person të po është edhe kontrolluar është, po them, është e kontrolluar milimetra. Ku kontrollohet ndërkohë? Ore këtu po vin nga Kina. Nga Kina vinë gjithë ato cilët janë me sida në Kinë dhe i sjellin këtu në Shqipëri. Po kush i sjell pra i sjell një? Andaj dhe vinë këtu sepse andaj kontrollojnë kërkojnë certifikata mjekësore dhe këtu vinë të gjithë ato smura të lënat. Ore ja ku e ke gertin ti. Po të doj policia e shtetit e gjen gjilpërën tash. Ja të thotë vërtet. Është e vërtet apo jo? Kjo është e padiskutueshme. Unë përmenda, siç policia përfiton nga call center, siç përfiton nga pikat e basave, përfiton edhe nga këto qendra. Është fakt i pranuar, siç është fakt që prostituohet në Tiranë. Japin më shumë që